në ndjeninë e mbretit dhe edhe pa ndjeninë e mbretit, por që me siguri që është njeriu që është besnik i mbretit, pra është princi kurorës. Kështu ndodh gjithmonë në përgjithësi. Tani që Rama ka bërë një sakrificë ekstreme, gjithmonë nëse është duar brenda. Teza është gjithmonë debatueshme. Unë asnjë nuk i them gjërat në mënyrë imperative. Por i vetmi rast, pse unë mendoj që është Berisha komponenti bazë. I vetmi rast kur Rama do ta merrte këtë vendim, do të ishte nëse dikush tjetër do i garantonte atij që mbretëria e tij s'do merrte fund. Që në rastin konkret është Berisha. Teza është, por ndryshe goditja është shumë e fortë. Por ndryshe Partia Socialiste do ishte shakull për tokë. Shakull është. Do ishte edhe faktikisht, shakull. Edhe realisht. Tani prit pak, e fundit për atë që po thotë edhe avokati, se do e mbyll me një fjalë. Këtu ka gabim pak Denisi në logjikun përdor fugën. Sepse faktikisht fuga ja ka fut kot, sepse logjika e foli për përgjimet e dyta. Pra, mos tyjmë asaj, se po të them, logjika e prokurorisë dhe Spakut është kjo që nëse ky njeri nga burgu ka fuqi të prish prova, të organizojë, pra imagjino pak pse ka qenë i drejt vendimi. Okej, po ai thotë, nëse ka nuk është logjik pa pravave prusë, është logjik që ata e kanë ditur, e kanë ndier paraprakisht. Fuga thotë që këto që i zbulove tani vlen për një masë të dytë, jo për masën e parë, se masa e parë është marrë. Drejtësia ka djeni. Dakor, pra logjika është kjo që këto që bëre ti duhet i kishe pasur edhe në rastin masën e parë. Ata e kanë patur logjikën që kanë pasur pretendim që ka pas presion intimidim. Por nejse, tani kaloj kjo. Po Galdin, a rri një sekond këtu Galdin. Mos mos ngjesim kjo. Ore, ju nuk kemi punë Gevelia e avokat. Gevelia që tesi përpara. Jo se ka ashtu, po kemi çështje. Ty të mbështet ai argumentin tënd mbështet. Argumentin tënd mbështet. Se do ta çosh prapë Gevelia do më humbim atë se gjysmore kam kohë avokat. Unë jam i sigurt për një gjë, që edhe sikur gjykata e lartë, çdo gjykatë ta lirojnë Veliajin, ajo që ka ndodhur, efekti politik është kjo që Veliaj politikisht ka kryer punë. Ka vdekur. Pra liria është çështje personale e tij. Pra ajo është kurorës është shkurorzuar. Ajo është gjë më e rëndë që ka ndodhur Veliajt. S'është për liria në burg. Çështja e burgut apo e lirisë është çështje personale e tij. Më ta vazhdoj bisedën këtu ku e le. Domthonë është goditje fatale në kuptimin që kur një parti politike i merr princin, partia politike kalon në bie shakull, si po të citoj të. Pse të mos e shohim në këtë formë gjën? Dihet që Spak ka qenë së fundmi, të paktën Altin Dumani ka marrë një flet mirënjohje nga Antony Blinken. Dihet që Spak ka qenë një nga investimet e mëdha të USAID-it edhe të, le të themi, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të atij establishmentit që ka qenë deri tani para se të vijë Donald Trump. Dhe Spak, pse të mos e marrim tezën që Spak vazhdon të mbetet një instrument në duart e tyre, dhe që Spak tani do të godas edhe Majtas edhe Djathtas, për shkak se edhe Majtas edhe Djathtas, edhe Majta dhe Djathtas, siç e the ti, nisur nga ty, kanë bërë tradhti ndaj le të themi perandorit të ri. Shiko pak tani. Se unë asnjë nuk kam thënë fraza absolutiste për Spakun. Pra Spaku ka shumë dritë hije dhe është një fuqi komplekse, kam thënë unë gjithmonë. Dakor, po. Pra, unë jam mbështetës parimisht i një drejtësie që funksionon jo për të pastruar politikën, një drejtësie për drejtësi. Por drejtësie e cila ndëshkon çdo që shkel ligjin. Pra, kjo është ideja që kam unë. Tani, mos harro një gjë, Red Varaku, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 90 e kanë nisur një operacion të pastrimit politik në Itali me Mani Pulite, me Di Pietron. Po. Dhe ata ndryshuan krejt Republikën Italiane. Dhe ka qenë eksperimenti i parë që është bërë, po të shikosh literaturën, eksperimenti i parë që është bërë për të ndryshuar një klasë politike radikalisht dhe për sjellje një klasë të re politike. Dhe Silvio Berlusconi ishte efekti i parë në Itali i rënies Republikës Andreotti Craxi. Dakor? Tani çfarë po ndodh me drejtësinë shqiptare? Drejtësia shqiptare është e re dhe sigurisht që ka aty ndërhyrje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Britania e Madhe, por këto nuk janë interesa të unifikuara. Dhe kjo krijon hapësirë
që të gjithë lojtarët nga pak fusin fut lash, fut tulla, fut pllaka, pra çdo grup interesi aty fut nga pak. Pra nuk ka një po sepse vetë Europa të tjera interesa ka Franca. Po. Që do ta them edhe me batut tjetër që ta kuptosh pak. Është një politikan shqiptar që sa herë takon miqtë e tij, më fal pak se po flas pak me Washingtonin. Më fal pak se po flas pak me Washingtonin. Edhe dëgjon një miku jon dhe i thotë, "Ore, ky e di që ka një 300 vjet që ka vdekur George Washingtoni?" Po. Pra, dua të them që janë ca politikanë, për në Shqipëri, politikanët nuk mburren që janë pro-shqiptar, që janë shqiptaristë, por mburren që janë pro-amerikan, pro-gjerman, pro-francez, dhe gjithë thonë, ky është i grekëve, ky është i italianëve, ky është i francezëve, ky është i britanikëve, ky është spioni i këtij, pra këtu është bërë një poker, një kuplara politikanësh që nuk luftojnë për me qenë përfaqësues shqiptarëve, por me qenë të mbështetur nga ata andej, nga dikush çon si ka Gjermani, Erdogani, francezi, italiani, greku, Beogradi, amerikani, pra apo jo. Tani, po kjo reflektohet tek puna e SPAK-ut, se nuk ta thash rastësisht. Dakor që reflektohet. Pra, do në selektivitetin e kemi bazuar në punë spionash, mor burri, do ta them cop. Punë spionash, dhe çdo spionazh mbron spionat e vet. Ka që thjesht është more. Ajo që po them unë është që un kam një fat të madh që dhe ti e ke fat të madh, sepse unë tani nuk jam në garë tash mund të them çat mendoj kokra e shefit dhe nuk mbaj përgjegjësi. Jam më mirë se sa deputet tani, kështu që nuk është se kam në merak që do gjykohem nga vota e njerëzve apo, kështu që po ta them cop fare, është poker, spionësh dhe pik. Tani në që do të bësh lidhjen SPAK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë po them që patjetër që SPAK-u do të mbetet një instrument i fortë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por administrata e re, derisa të vi, po themi, në rendin e gjërave, tek kapitulli Shqipëria, do duhet pak kohë që të vijë ajo linja e sjelljes. Por unë kam thënë në emisionin e Denis Migës. Marta Kos bëria ishte. Po lere me Europën, Europa nuk Europa është gati e madhe, lere Europën, mos ma fut Europën fare. Jo, po ka një luftë Europë-SBA, këtë po them unë. Makroni. Po në Rumani, kush? Polonia. Kush fuqia në Europë? Kush është qendra që vendos? Kush? Merci. Jo. Kush? Scholzi. Liberalët europianë janë bërë bashkë kundër konservatorëve në SBA. U amer në shtëpi fushatën Trumpi, investon 5 radikal. Tani Georgescu përjashtu nga kandidimi. Jo, e ripranuan. E ke gabim. E kanë ripranuar dje. Okej, nuk e kam ndjekur, nuk e kam ndjekur. Kështu që është çik histori e komplikuar. Europa është një rrëmujë e madhe, është një galladë e madhe. Un jam pro-europian, jam europeist. Jo, dakor, betej ka aty. E pra, po është polifunksionale, pra, po kjo... Okej, po betej bëhe SBA ka sot. Po kamo, po Europa është shumë e dobët, është si të bëjon... Nuk po themi kush e fiton betejën. Si beteja ime me Berishën dhe me Ramën. Dakor, do. Dakor, që unë me lem jashtë shkleje. Problemi është që betej ka, pastaj kush e fiton është tjetër gjë. Jo, ne po flasim për gjysmë. Nuk mendoj që... Por unë jam realist në ekstrem tani, unë po vendos veten time, po Skeq, edhe ti je europian, si skeq, se e vure në pozitën e BE-s vetë apo. Po pra po, patjetër. Arian, nuk po flasim për Europë, po flasim gjysmën tjetër të SBA-s që dje ishte në pushtet. Fuqia determinante në SPAK do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, që është gjysma tjetër që është sot në Amerikë, që është në opozitë sot. Dëgjoj pak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Dakord jam me ty. Po prit pak se s'po ta them kot këtë gjë pra. Po se janë 2 vendet që kanë shpallur non grata Sali Berishën. Tani prit pak tani se ti nuk është mbyllur pazari. Dalin te teza që sepse loja nuk është kaq e thjesht loja. Pra ajo që vjen më pas, prandaj dhe Berisha dhe Rama janë shumë të ndërlidhur me njëri tjetrin, janë simbiotikisht, kanë një nevojë të domosdoshme simbiotike për njëri tjetrin para zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve dhe mbas zgjedhjeve. Po thuati, Berisha. Tash ja punë ka mbaruar, siç po them që ka mbaruar punën e Veliet, po them dhe punën e Berishës ka mbaruar tash. Edhe vetë Berisha e di. Po ka një njeri që është i qartë, kristal për këtë që është vetë Berisha. Berisha nuk po lufton për veten e tij më. Ai po lufton për projektin e tij. Opinion pastaj. Më më unë kryetar partie jam dash, nuk besoj se ka i në vërtet se vetë Berisha nuk po lufton për fitore. Ja ta ngasmoj pa avokat. Nuk lufton për fitore, do të thotë që ai tash kjo që s'po lufton Berisha për fitore. Edhe një pas japësh avokatit. Lufton për projektin e tij. Tek alegoria e mbretërisë, ja po t'japu një përgjigje tani. Edhe më fal avokat. Tham që Rama sakrifikoi princin e kurorës. Po Berisha e dogji princin e tij kurorës, ja kishte lënë mbretërinë dhe u kthye vet apo jo?
Pra janë të dyja në kushtet barabarta. Ka tregon kjo që të dyja mbretërit kanë edhe për njëra tjetrën? Po sepse këtu ka ndryshim. Princi kurorës së Ramës publikisht nuk bëri asnjë lëvizje, ndërsa ai princi Berishës publikisht bëri akt ndaj Berishës. Sa mirë që e the se tash do të shtysh të them të fundit fare. Po sikur Berisha dhe Rama mbas 20 shkurtit vjetshëm, kur u kryen ato grupe 2-3 për vogla, të kenë rënë dakord edhe Rama të ketë pyet Berishën, ore mos po punon me Velin ti për të më rrëzuar mua dhe me Metën? Këtë e di ai, normalisht e di. Pra. Po sikur fiks në shkurt është vetë akuzë, ka shënesi Angoni. Po sikur e gjithë kjo histori tjetër që Berisha ka kuptuar që si duhet më Velej, po i duhet i modhi fare. Pra loja e ndrymit kuajve rrugës, qeveria teknike, pasardhësi, Velia, tak u lan bes. Avokat, se ti e hape lojën me atë çështjen e 2 deputetëve për cilët është kërkuar imuniteti, the. E gjitha ajo që po diskutojmë është kush po i bën këto gjëra në SPAK, sepse nëse shkojmë pikën që SPAK fjala vjen thërret dhe Ramën për me Gonigadhin, atëre domethënë i bie mos ketë zgjedhje fare. E para një, kjo e fundit nuk ndodh, sepse ta thash edhe një herë tjetër. Ne nuk kemi në Danimark apo në Suedi që drejtësia të jetë mbi palët. Po nëse e bën avokat, domethënë e ka tagrin për ta bërë? Teorikisht ka tagër të bëjë çdo gjë dhe teorikisht dhe praktikisht as juve që jeni aty dhe as unë nuk do duhet të themi fare që drejtësia po fundet tek zgjedhjet e politika, sepse drejtësia nuk ecë me agjendën e politikës. Fare po bën punën e vet si drejtësi. Nëse do flasim për një drejtësi sadopak, nuk po them perfekte dhe ujnore, po të drejtë. E para, e dyta, ajo që unë sapo thash nuk është thjesht lajm. Po unë nuk di të ta them nëse ajo gjë do bëhet apo jo. Domethënë nëse do bëhet përpara zgjedhjeve apo jo. Sepse edhe për Erion Veliaj u quan 3 herë dosja në gjykatën për të marrë vendimin për arrestin me burg. Dhe vetëm herën e tretë u dha le themi vendimi nga gjyqtari Erion Bani që të arrestohet. Sepse një dosje duhet jetë e mirë kopsitur përpara se të kërkohet rrethimi arresti i një personazhi, cili do qoftë ky. Në rasti konkret, persona për cilin unë po flas dhe unë do të rezervohem për emrat, po ta them edhe një herë, ju besoj se i dini fort mirë se për çfarë po flas, po për se kanë dalë për portalet si po të rezervohesh. Ja ka hetime që ndodhin sot e 2-3 vjet. Nuk po flasim për gjëra që ndodhin nga dje deri më sot. Ashtu. Që do të thotë, domethënë që me shumë gjasa SPAK-u mund ta ketë krijuar edhe dosjen dhe idenë se për çfarë ka shkuar në gjykatë. Po varet pastaj se cili gjyqtar dhe se si e shikon gjyqtari vet çështjen në fjalë. Unë nuk jam i idesë domethënë që deri në 11 maj mund të mos ndodhin as edhe një gjë. Mund të ndodhin diçka prapë se SPAK-u për mendimin tim përkundrejt asaj që kemi pas biseduar përpara 3-4 muajsh, pothuajse tani ka dalë, nuk po them unë jashtë linje, por nuk po pyet më fare. Edhe e di pse, domethënë pjesë të SPAK-u, jo të gjithë SPAK-u. E di pse, unë e kam parë në këtë lloj mundësie. Altin Dumani gjatë vitit kaluar ka shkuar të paktën 2 herë në parlament, edhe në kuvent, duke kërkuar domethënë që të rishikoheshin 2-3 gjëra shumë të rëndësishme për jetëgjasinë e SPAK-ut dhe prokurorëve. Zgjatjen e mandatit dhe pjesën administrative. Asnjëra dhe as tjetra nuk ju dha. Po pse mos mendojmë tani që kjo është një lloj shpagimi që i kthen SPAK-u, le themi legjislativit dhe ekzekutivit, për shkakun se këta nuk i miratuan atë që ata deshin. Deshin faktin e mandatit dhe e pasës mundësi që ata të rikandidonin, jo t'u afalnin mandatet, po të rikandidonin dhe të kishin më shumë resurse administrative, sepse dhe vetë ajo selia e SPAK-ut atje që ja ka dhënë Lalieri, është e pamjaftueshme që ata të bëjnë punën e tyre. Po të futesh aty brenda, duhet të hidhesh, të kalosh në përdosje. Dhe kjo është ideja të maqenë. Këtë pyetje ja kam bërë gazetarit Sokol Bregu të premten. I thash, nëse Rama dhe Berisha janë bërë bashk për të shkatruar SPAK-un, atëherë pse të mos mendojmë që SPAK-u deri para zgjedhjeve do t'i shkatrojë këta të dy? Po kjo është teza që të thash dhe unë. Po pra, kjo ishte ideja jote, po fund të ditës së ret, aty janë 9 prokuror, ata që janë zgjedhur në datën 19 dhjetor të 2019-s, 9 prokuror, të cilëve u mbaron mandati në 19 dhjetor të 2028-s. Me këtë listë që kemi tani, atyre u bie domethënë që të mos
jenë më pjesë e SPAK-ut pas asaj date, po të kthehen në prokuroritë e zakonshme ose në prokurorinë e apelit, ku kanë qenë. Atëherë, nga këta 9 prokurorë, të cilët fatmirësisht janë Erion Olzdado, Altin Dumani, Vladimir Mara, pra ky grupi Enkeleda Milonaj, ky grupi i parë, se mos mendojnë ata, po me sa të jemi ne këtu atëherë, ne bëjmë punën tonë ashtu siç dimë ne ta bëjmë. Po e them banal që jo, këto e kam bërë pyetje unë dhe kjo është ajo që nuk do politika këtu tani ret, dhe këtu është besoj se Rama dhe Berisha pastaj janë në unison, është që ata nuk duan që në 2028 ata 9 prokurorë të cilët do javitet SPAK-u, se SPAK-u ka për të ekzistuar. Harrojnë këtë ide që SPAK-u do shkrihet. Ata 9 prokurorë që do i futen në 2028 të jenë të gjithë prokurorë të cilët do t'i vendosen ata me dorën e tyre. Prokurorë të cilët normalisht nuk do hetojnë as Berishën as Ramën. Po. Unë nuk besoj që Almeri thotë jo, thotë. Shko si e mendoj. Çfarë mendohet se do mund të ndodhin? E para njërë, unë mendoj që garancia që Edi Rama kërkon të lëri pushtetin është që ai mos të preket. Pra mos të ketë një fat, të paktën si fati Berishës, me paktën të thirret, të përçmohet, të dalin për studio analistët të cilët janë rival kundërshtar të tij politikisht, edhe të thonë që ja u kthye do kapi drejtësie. Pra, ai në asnjë mënyrë nuk do të japi favor kundërshtarit edhe të japi favor drejtësisë me emrin e tij. Dhe çfarë do bëj? Unë mendoj që ka planin e qartë. Ai do kërkojë që nëpërmjet aleancës apo nëpërmjet një marrëveshje me Berishën, do ulen bashk edhe do bëjnë ndryshime juridike, ndryshime ligjore që SPAK mos të ketë... Heqin shpatën nga dora SPAK-ut, pra. Bravo, pra, që SPAK mos të ketë... A do pres SPAK-u derisa këta të marrin thikën dhe ta bëjnë kurban, këtë po them unë. Apo do të sulmojnë SPAK-u deri para 11 majit. Nëse do të jesh më konkret. SPAK-u nga sot ku po flasim ne, e deri në zgjedhje do godasi. Absolutisht do ketë goditje edhe shumë të forta. Do të goditje edhe me arrest shtëpie, goditje. Ti ka thënë gazetarët e Kronikës, nuk do të futen fushën e tyre. Pra që SPAK nuk do rri duar kryq, nuk do rri. Ajo që thot Nardi është e vërtet, që për ta ulën ballën është kërkuar arrest me burg. Që edhe për një person nga Partia Demokratike shumë e rëndësishme është kërkuar arrest me burg. Këto janë fakt. Ndërkohë gjykata i ka rrëzuar. Ai ka rrëzuar gjykata sepse ka vepruar ta ulën balla, e kanë uhatur, ka forcën, ka forcë argumenti gjykata, këtë nuk di ta them. Por unë të themi që të qartë që Edi Rama do kërkojë që SPAK-un mos ta kapi presi momentin që të vinë prokurorët dhe këta prokurorët i ketë të jo, ai si beson askujt tashmë. Nuk i beson askujt. Dhe Edi Rama do ta kopsisi SPAK-un, do ta qepi aq mirë që mos të preket ligjërisht. Çka do thotë? Do heqi të çdo vepër penale që prek atë drejt për drejt, me të gjithë vendimet që ka marrë si kryeminist. Sidomos tani. Pra, të gjithë vendimet e tij mos të jenë më efekt ligjor. Ai këtë gjë do ta bëj. Pra do ta kthej, siç është ajo, nëse këta merren për hetim pasurie, ose nëse merren për hetim të një akti administrativ që kanë firmosur. Shpërdorim detyre. Çdo akti administrativ që është firmosur nga kryeministri apo që e bën atë fajtor, ai këtë gjë do ta sanksionojë në ligj që mos të preket. Në këtë mënyrë do marrë garancit. Do marrë garancit, në këtë mënyrë do lëri pushtetin. Nëse ai nuk merr këtë garanci, nuk e lë pushtetin, sepse ai qëndron në pushtet vetëm për të ruajtur karriken, për të ruajtur veten e vet. Nuk ka ambicie pushteti e Europa. Europa është fabula e radhës që ka ai përballë qytetarëve çfarë ti thot. Po. Atëherë kodi i ri penal është në tavolinë. Ka ca kohë. Fatmirësisht apo fatkeqësisht nuk di se si ta them, është mirë se kodi penal është dosja Xhafaj, e diti shumë mirë se Xhafaj çka ka brenda aty. Po edhe një gjë tjetër, gjithë ideja aty do ndryshojnë disa nene shumë të rëndësishme. Ajo është përdorimi i detyrës një herë para, që do i bëhet kundravajtje penale. Dhe e dyta, kjo e parashkrimit të veprës penale. Pra që do të thotë domethënë që një vepër penale kur kalon jo më 2 fishi, po 1/3 e veprës penale, ajo të parashkruhet. Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, nëse vepra penale e shpërdorimit të detyrës ka 7 vite maksimalisht dënim me burg, nëse do kalojnë 10 vite nga koha kur është bërë kjo vepër penale, atëherë personi në fjalë nuk dënohet më. Nëse Edi Rama i ka firmosur vendimet për incineratorët në vitin 2017, në vitin 2027 Edi Rama nuk akuzohet më për inceneratorin dot. E qartë. Arian, e fundit, lidhet me, thash, kur përmenda Europën për SPAK-un, e kisha fjalën dhe për gjysmën tjetër të Amerikës që ishte deri dje në pushtet. Kështu që nuk është punë thjesht e Europa. Po ajo që dua të them është, deri tani kemi... Amerika është një.
Këtë mos e harro. Amerika është një, pavarësisht debateve, Amerika është gjithmonë një. Këtë mbaj mend gjithmonë. Ta them si postulat sepse ka një gabim dhe ka një keqkuptim të madh. Se e kam thënë edhe herë tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshojnë stilistik, retorik, ligjërim, mënyrë të shprehuri, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i njëjti qëllim, i njëjti shtet, e njëjta influencë, të njëjtat synime. Mos bëj gabim askush të mendojë që